Kryeministri Edi Rama këtë të shtunë ka qenë në Divjak për të inspektuar punimet e kryera në këtë zonë për rihabilitimin e qytetit. Ai ka qenë i shoqëruar me deputetin e zonës Erion Braçe. Kanalet kulluese të Divjakës kanë qenë ndalesa e parë për të cilën janë dashur vetëm 5 muaj për të hapur 11 kilometër kanal, i cili ishte i gjithë i mbuluar me kallamishte. Në zonën më prodhuese në vend, hapja dhe pastrimi i kanaleve të vaditjes dhe e kullimit është i rëndësishëm për shtimin e prodhimit, por edhe për mos kripëzimin e tokave. Divjaka sipas Ramës do të ketë dhe poliklinikën e saj të re. Kryeministri inspektoi punimet dhe në unazën lindore të Divjakës. Kjo unazë do të shërbejë për të drejtuar gjithë tregtarët dhe banorët e zonës drejt tregut të Shumicës, pa kaluar nga qendra e qytetit. Në këtë investim mbyllet tërësisht dhe unaza lindore e Divjakës. Kryeministri Rama pa dhe nga afër projektin e realizuar për rihabilitimin e parkut kombëtar të Divjakës, si dhe për krijimin e infrastrukturës së duhur për vizitorët. Mbi 150 tabela informuese janë vendosur në të gjithë parkun, si dhe është ngritur një qendër informacioni për vizitorët. Po ashtu janë ndërtuar 4 ura druri që lidhin pjesën qendrore të parkut për të bërë të arritshme nga vizitorët. Fal moratoriumit kemi një rigjallërim dhe një riafrim të specieve të tjera me specien e njeriut që për vite të tëra u bë armiku i betuar i çdo specie tjetër. Dhe nga ana tjetër, transformimi rrënjësor që po sjellim në mbështetje të fermerëve duke pastruar gjithë kanalet vaditëse, duke pastruar gjithë kanalet kulluese, do të na jap shifra ende më entuziazmuese të eksportit që në këtë zonë ka një nga burimet e veta më intensive. Më tej kryeministri Rama vlerësoi mbështetjen që po jepet fermerëve të kësaj zone, duke nënvizuar peshën që ajo ka në të ardhurat për ekonominë kombëtare. Kryeministri vlerësoi realizimin e këtyre projekteve dhe siguroi se shumë shpejt në Divjak projekte të tjera do të vijnë në proces. Po ashtu kantierët e rilindjes qyteteve do të funksionojnë shumë mirë edhe për Divjakën, ku jo vetëm disa projekte janë vënë në proces zbatimi, po disa projekte të tjera do të vijnë në proces shumë shpejt, në mënyrë që bashkia e re e Divjakës të jetë një nga bashkitë model për transformimin në shumë plane në të gjithë Republikën e Shqipërisë.